Por ajo që duhet të bëjmë ne anvisat në familje, është që përpara se këto të gatuhen ose të konsumohen, mund t'i leni 2 orë në ujë me sodë. Soda nuk ka ndonjë kosto, soda e bukës nuk ka ndonjë kosto të madhe. E largon pesticidin soda? Patjetër, i bën një shpërndarje dhe 2 orë dhe pastaj shumë 2 orë. Ku kanë kohë zonjat që punojnë të lënë 2 orë për të hequr pesticidet? Po tash unë them 2 orë duke qenë. Mirë, dakord, po them që do të jemi edhe në çik realisht ç'a ndodh. Dhe pastaj një shpërndarje sa më e mirë me ujë, sa më ujë të bollshëm, dhe t'jeni sigurt që produkti që do konsumohet e ka reduktuar, nëse ka pas ndonjë mbetje, e ka reduktuar shumë situatën e mbetjes së produktit. Pra, kjo është ajo si ne si konsumator, që garantojmë veten tonë me atë që kemi ne në dorë. Ndërkohë që shteti ka në dorë shumë më tepër që të na sigurojë neve që çdo produkt që tregtohet ose eksportohet është me parametrat e duhur.